Du t'i falenderoj votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës që më 12 tetor na dha një mbështetje të jashtëzakonshme në këto zgjedhje lokale. LDK në këtë konferencë për media konfirmon se ka fituar, prin dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra edhe njëherë, LDK konfirmon se ka fituar, prin dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë, në këto komuna. Në Istok shpallin fitoren në raund të parë, në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe të arshëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik. Ky fundit natyrisht me votat të Mërgatës. Afër këtij urimi, shumë afër këtij urimi, jemi edhe për Gazmend Muhaxherin, i cili është afër të përfundoj garën që në raund të parë. Me vota në Kosovë, LDK sipas votave të numëruara nga komisionerët dhe bashkuesit tanë, në pej është rreth 49%. Presim që me votat e Mërgatës në pej, ky prag të kaloj lehtësisht mbi 50%. E kur jemi të kryetarët e tashëm dhe të arshëm, në veçanti urojmë fitusin e garës kryesore në këto zgjedhje, urojmë përparim Ramën. LDK është në balotazh dhe në komunat në vijim, në Fushë Kosovë, rreth 38%, në Suarek rikthehemi në balotazh pas shumë kohësh me 33%, jemi në balotazh në Gjilan dhe jemi në balotazh në komunën e Rahovesit. Jemi të lumtur, jemi falenderues e mirënjohës votuesve e qytetarëve tanë. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është partia e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja kthehet si partia e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Dhe ky kthimi yni i madh në kryeqytet është shenjë e një pune të madhe të përparimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një shaj e forcimit vërtet të LDK-s. Ne jemi të gatshëm sonte të bëjmë fest, nesër të vazhdojmë punën për fitoret që na presin në 9 komuna tjera ku jemi në garë. Sonte ju lust na kurseni prej temave qendrore dhe për shkak të angazhimit e mundit të madh të njerëzve tanë, na lejoni që të shijojmë dhe këtë moment se s'na vjen shpesh. 8 muaj më parë në këtë dhomë kisha shpallur rezultatet, kisha pranuar dhe humbjen. Politika është e tillë, 8 muaj më pas, po në këtë sallë, para jush, me krenari, e shpalli LDK-n fituesit të zgjedhjeve lokale.